20 fakte për rusët, që ndoshta nuk i dije. Vendi më i madh në botë, 11 zona kohore, 14 kufi toksor, mbi 190 grupe etnike. Një vend që për shumë njerëz përfaqëson vetëm politikë dhe konflikte. Por pas imazhit modern, ekziston një histori shumë më e thellë. Një qytetërim i ndërtuar mbi shekuj ekzistencë në gjendjet ekstreme të natyrës, politikës dhe mendimit njerëzor. Sot do ju paraqesim 20 fakte, pa komente, pa opinione, vetëm të dhëna. Fakti numër 1. Rusia është vendi më i madh në botë me 17.1 milion kilometra katror. Kjo e bën atë pothuajse 2 herë më të madhe se Kanadaja, e dyta në listë. Mbulon mbi 1/8 e të gjithë sipërfaqes toksore të banuar të planetit. Fakti numër 2. Rusia shtrihet nëpër 11 zona kohore, nga Kaliningradi në perëndim deri te Chukotka në lindje, vetëm 2 orë larg bregdetit të Alaskas. Kur është mesnatë në Moskë, është pasdita e nesërme në Vladivostok. Fakti numër 3. Popullsia e Rusisë është rreth 144 milion. Është vendi më i populluar i Europës dhe i 9-ti në botë. Rreth 78% e popullsisë janë rus etnik. Pakica kryesore janë tatarët, të ardhur me pushtuesit mongol. Fakti numër 4. Rusishtja është gjua amtare e folur nga më shumë njerëz në Europë dhe gjua slave më e përhapur në botë. Është njëra nga 2 gjuhët zyrtare të stacionit ndërkombëtar hapësinor dhe njëra nga 6 gjuhët zyrtare të OKB-s. Fakti numër 5. Rrënjët e shtetit rus datohen nga shekulli 9 pas Krishtit me formimin e Kievan Rus, një konfederat qytet shtetësh të kryesuar nga princi i Kievit. Rreth vitit 980-1015, princi Vladimir i parë solli krishtërimin ortodoks në rajon, një vendim që formsoi kulturën ruse për më shumë se 1000 vjeçar. Fakti 6. Në shekullin e 13, perandoria mongole e Gjengis Khanit pushtoi dhe sundoi territoret ruse për rreth 240 vjet, periudhë e njohur si zgjedha mongole. Ky pushtim ndryshoi drejtimin e zhvillimit rus, duke e larguar nga modeli europian perëndimor dhe duke ndikuar thellë strukturat administrative dhe kulturore. Fakti 7. Pietri i Madh, i cili sundoi nga 1682 deri 1725, transformoi Rusin nga një mbretëri mesjetare në një perandori moderne. Ai themeloi Shën Petersburgun si kryeqytet të ri, duke ndërtuar fjalë për fjalë mbi Moçale dhe e quajti dritarja e Rusisë drejt Europës. Gjatë mbretërimit të tij, Rusia filloi të konkurrojë me fuqitë e mëdha europiane. Fakti 8. Napoleoni pushtoi Rusinë në vitin 1812 me 600.000 ushtar, ushtrinë më të madhe që Europa kishte parë deri atëherë. Arriti deri në Moskë, por qyteti u dogj, stina e dimrit erdhi, furnizimi u pre, Napoleoni u tërhoq. Nga 600.000 ushtarët, mbi 400.000 vdiqën ose u zon rob. Kjo fushat shënoi fillimin e fundit të perandorisë napoleonike. Fakti 9. Në luftën e dytë botërore, Bashkimi Sovjetik pësoi humbit njerëzore më të mëdha të çdo vendi, rreth 27 milion të vdekur, nga të cilët mbi 8 milion ushtar dhe mbi 19 milion civil. Çdo familje ruse humbi dikë. Lufta kundër Gjermanisë naziste, e quajtur në Rusi lufta e madhe atëvjetare, mbetet ngjarja qendrore e kujtesës kolektive ruse. Fakti 10. Më 4 tetor 1957, Bashkimi Sovjetik lëshoi Sputnik 1, satelitin e parë artificial në historinë njerëzore. Rusishtja është njëra nga 2 gjuhët e stacionit ndërkombëtar hapësinor, trashëgimi direkte e këtij programi hapësinor. Dhe me 12 prill 1961, Yuri Gagarin u bë njeriu i parë që fluturoi në hapësirë. Një arritje që ndryshoi historinë e qytetërimit njerëzor. Fakti 11. Dmitri Mendelejev, kimisti rus,
krijoi tabelën periodike të elementëve në vitin 1869, korniza kryesore e kimisë moderne. 9 matematikanë rus dhe sovjetik kanë fituar medaljen Fields, çmimin më të lartë në matematikë. Grigori Perelman refuzoi çmimin Clay Millennium prej $1 milion, duke thënë se nuk kishte nevojë për të. Fakti 12. Nga viti 1904, 26 rus dhe sovjetik kanë fituar çmimin Nobel në fizik, kimi, mjekësi, ekonomi, letërsi dhe paqe. Midis tyre, fizikanti Lev Landau, shkrimtari Aleksandr Solzhenitsyn dhe ekonomisti Leonid Kantorovich. Fakti 13. Rusia është shtëpia e disa nga veprave letrare më të mëdha të njerëzimit. Lev Tolstoj, Lufta dhe Paqja, Anna Karenina, Fyodor Dostojevski, Krim dhe ndëshkim, vëllezrit Karamazov, Anton Çehov, themeluesi dramës moderne europiane, Aleksandr Pushkin, konsideruar babari i letërsisë ruse moderne. Gjatë shekullit të 20, 5 rus fituan çmimin Nobel për letërsi. Fakti 14. Kompozitorit rus kanë ndikuar thellë muzikën klasike botërore. Pyotr Çajkovski, Sergej Prokofjev, Aleksandr Skriabin dhe Dmitri Shostakovich. Baleti rus, i lindur në oboret perandorake të shekullit 18, u bë ndër format artistike më të admiruara në botë. Çajkovski e çoi baletin në kulmin e tij, me liçeni e mjelmave, bukuroshja e ftjetur dhe arthyesi. Fakti 15. Rusia mbulon rreth 20% të gjithë pemëve në botë, rreth 640 miliard pemë. Shumica ndodhen në rajonet e largta të Siberisë, pyje të paprektura të shumë të ftohta për të shfrytzuar ekonomikisht. Rusia zotëron rezervat më të mëdha në botë të mineraleve dhe burimeve energjetike dhe konsiderohet ndër prodhuesit kryesor global të naftës dhe gazit natyror. Fakti 16. Liçeni Baikal në Siberi është liçeni më i thellë në botë, me thellësi maksimale prej 1642 metrash. Mban rreth 20% të gjitha ujërave të ëmbla të sipërfaqes në planet, më shumë se të 5 liçenet e mëdha amerikane bashk. Është gjithashtu ndër ekosistemet më të vjetra në botë, rreth 25 milion vjet. Fakti 17. Hekurudha Transsiberia, që lidh Moskën me Vladivostokun, është hekurudha më i gjatë në botë, me 9288 kilometra. Sot, udhimi i plot zgjat 6 ditë dhe 2 orë. Lidhje kjo që hapi territore të paarritshme dhe transformoi Siberin. Fakti 18. Muzeu Ermitazh në Shën Petersburg është ndër muzet më të mëdhenj dhe më të vjetër në botë. Koleksioni i tij numëron mbi 3 milion objekte, nga antikiteti greko-romak deri te impresionistët francezë. Muzeu mban zyrtarisht 74 mace, trashëgimie një tradite që filloi me perandoreshën Elizabeta e parë në shekullin e 18 për të mbrojtur koleksionin nga minj. Fakti 19. Bashkimi Sovjetik u shpërbë me 25 vjetor 1991, kur presidenti Mikhail Gorbachev dha dorëheqjen dhe flamuri kuq i BSRS-s u ul nga Kremlini. Nga ky moment lindi Federata Ruse Moderne dhe 14 shtete të reja të pavarura. Historia e Rusisë si demokraci është e shkurtër. Zgjedhjet e para u mbajtën në 1917, por u anuluan nga bolshevikët. Fakti 20. Rusia radhitet e 10-ta në botë për buxhetin e kërkimit dhe zhvillimit shkencor dhe 10-ta për numrin e publikimeve shkencore në 2020 me rreth 1.3 milion artikuj. Sot Rusia ka popullat prej rreth 144 milion, vendi i 9 më i populluar në botë dhe i pari në Europë. Zotëron arsenalin bërthamor më të madh në botë, rreth 5500 me 6000 koka bërthamore, dhe vazhdon të jetë një nga 5 antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, me të drejtë veto. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual,
mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.